Guri përgjigji nga kastrioti i Dibrës, i cili akuzohet se përdhunoi vajzën e tij, në asnjë moment nuk e ka pranuar krimin monstruoz. Ai mori masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e Dibrës, pasi akuzohet se përdhunoi vajzën e tij 15 vjeçare në pyllin e fshatit. Gjatë seancës gjyqësore, 46 vjeçari nuk e ka pranuar se ka abuzuar seksualisht me vajzën. Madje para grupit hetimor ka këmbgulur se gjithçka është sajimi i vajzës dhe bashkëshortes, të cilat sipas tij kanë bashkëpunuar me njëra tjetrën për ta futur në burg. Kjo pasi gruaja e tij e dytë, Njerka e vajzës, ka lidhje dashurie me një person në fshat. Guri përgjigji ka pohuar se ditën që supozohet se ka ndodhur ngjarja ka qenë së bashku me vajzën në Peshkopi për të shitur bijë medicinale, dhe se gjatë kthimit për në banesë ka vendosur të bijes dorën në qafë. Faktin e paraqitur nga prokuroria, sipas të cilit nga analizat që janë bërë vajzës dhe atij vet ka rezultuar se bija është abuzuar seksualisht prej tij, 46 vjeçari nuk ka ditur ta komentojë. Ndërkaq që rrëfimi i vajzës 15 vjeçare e hedh poshtë tërësisht pretendimin e të atit. Ajo ka dhënë dëshminë para oficeres së policisë në Dibër dhe ka treguar me detaje se është abuzuar nga babai i saj në pyll. Më pas minorenja ka shkuar në shtëpi ku ndodhej Njerka e saj. Ky e fundit, me të dëgjuar atë çka kishte ndodhur, i ka kërkuar llogari të shoqit për rrobat me balt, për të cilat ai është justifikuar duke thënë se është rrëzuar. Më pas i qetë, përgjigje atë mbrëmje ka ngrënë një pjatë makarona dhe është larguar tek bagëtit. Njerka së bashku me vajzën janë nisur tek vllai Guri përgjigjit dhe më pas në drejtim të komisariatit të policisë, ku kanë bërë denoncimin.